Si ishte kjo vizitë e zonjës Kallas për thuajse 24 orë, nuk ka zgjatur qëndrimi i saj, megjithatë thuajse 24 orë, që nga mesazhet se një pjesë e sanksioneve ndaj Kosovës do të ishin, edhe pse pritshmëritë ishin që të hiqeshin të gjitha, sa kohë ndaj Serbisë ende nuk ka asnjë sanksion pavarësisht vizitave të kohëve të fundit që kanë shkaktuar jo pak kënaqësi dhe dhimbje koke në Bruksel. Çfarë nuk kuptoj kjo vizitë për ju, përveç vizitës idesë që ishte një vizitë e parë e zonjës Kallas në Prishtinë? Vizita saj është vizitë në rajon, pra e filloi me Serbinë, erdhi në Kosovë dhe do të vazhdojë në Maqedoninë e Veriut, dhe natyrisht që ishte një vizitë e cila i u bë Serbisë në kohën kur prezidenti serb nuk ka shumë ditë i cili ishte i pranishëm në Moskë, në atë paradën ushtarake atje të Federatës Ruse. Por edhe ditë më parë ishte kryetari i Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili e vizitoi presidentin serb Vučić, dhe tani përfaqësuesja e lartë të politikës jashtme Kaja Kallas. Natyrisht kjo përbën një sjellje të çoroditur të Unionit Evropian, sepse e legjitimon, le të themi, shkuarjen e presidentit serb atje, përkundër faktit që ai ka qenë edhe refuzues prej kohësh tashmë, edhe përsa i takon kërkesës të Unionit Evropian Brukselit zyrtar për t'ju bashkangjitur sanksioneve kundrejt Federatës Ruse. Të kthehemi tek vizita në Kosovë, natyrisht që ardhja e saj është e mirëseardhur, por që është krejtësisht për t'u habitur se ajo do duhej ta sjellte lajmin apo lajmet ndërlidhur me Republikën e Kosovës, që ka të bëjë me heqjen në tërësi të masave, sepse ju e dini që në procedurën e ndjekur dhe vullnetin politik që ka treguar Unioni Evropian për t'i vendosur masat kundrejt Kosovës, pra në verën e vitit 2023, në të njëjtën procedurë dhe të njëjtin vullnet do duhet treguar edhe tani që të hiqen në tërësinë e tyre dhe jo të përshkallëzuar apo të pjesshme, ashtu siç i paralajmëroi kjo zonja Kallas. Pra në këtë kuptim unë fare nuk e pash të duhur një deklarim të tillë, sepse kjo tregon qartazit që Unioni Evropian më tepër ka patur vullnet politik për t'i heqë sanksionet ndaj Sirisë, sesa të ketë vullnet politik për t'i heqë masat krejtësisht politike, pa prekje ligjore kundrejt Republikës Kosovës. Dhe aspekti tjetër, po ashtu i çuditshëm, është që në Beograd zonja Kallas nuk e përmendi fare, të paktën në deklarim publik, domosdoshmërinë që grupi sulmues parashtetëror serb me rastin e sulmeve të 24 shtatorit, pra grupi i Banjskës, të dorëzohej tek autoritetet ligjzbatuese në Prishtinë për gjykim, ndërkaq në Prishtinë e theksoi këtë dhe tha që duhet të jenë përgjegjës ata, gjë që tregon një dozë shumë të zbehtë për t'i sjellë ata para përgjegjësisë, të cilët ishin dhunues të integritetit territorial dhe kushtetues të Republikës Kosovës. Në anën tjetër kërkoi që të zbatohen të ashtu quajtura marrëveshjet, që në fakt ne nuk kemi marrëveshje të nënshkruara, pra kemi patur një deklarim mbi dakordësinë verbalisht, por nuk ka dokument të nënshkruar, nuk ka dokument i cili ka hyrë në fuqi, dhe shto faktin këtu që ajo, po ashtu në Prishtinë, nuk tregoi nëse letra e 14 dhjetorit e ish kryeministres serbe, e cila ishte dorëzuar në Bruksel dhe në përmbajtjen e saj kishte një refuzim të tërësishëm të marrjes përgjegjësive nga ana e shtetit serb për të jetësuar dakordimet e arritura, qoftë të Brukselit, qoftë të Ohrit, dhe këtë do duhet të na njoftonte nëse ajo letër
është tërhequr nga Serbia, po vazhdon të mbetet akoma në fuqi në Bruxelles. Pra kemi një situatë të shumë ngjyrshme, por që asnjëra ngjyrë nuk dallohet tamam.